Ata zbatojnë, domethënë, urnat, unë nuk i fajsoj kur policë. Ata policë për mua janë djemë tanë. Shumica prej policëve që janë konë në sallë, dardan janë konë ushtarë mitë. Fatkeqësisht, domethënë, edhe nuk është ndjenje mirë kur unë i shoh ata policë në atë gjendje. Nuk besoj që është ndjenje mirë as për policë. Edhe nuk është qëllimi me qafit kurkush me policinë, se është të paktën, domethënë, na që kemi pas një ditë uniformën, e respektojmë atë uniformë. Po nuk duhet edhe polici me ra prej manipulimeve, qoftë politike sa tia, kujdo tjetër, domethënë është polici duhet me ditë pak deri ku limiti, domethënë i kanë kompetencat e shkruar, i kanë detyrat e shkruar, i dinë masat që la duhen më ndërmarr, e dinë shumë mirë ku është vend i ndalueshëm për veprem, kush duhet me turnu, për shembull në bord ku venit, në parking i përshëndetëm ka dolëm, na dolën 300 pe hipodromi. Kush i ka domethënë s'po du me bo me gesht, po mendoj që për shembull dje u dasht ata me konë ma të kujdesshëm. As ma tepër kur njerit përshëndet, nëse i grim shqiptari edhe ti dush me e kthy përshëndetin, mos u sill si kauboj se je në uniform, kur kush je polic. I ki detyrat e shkrum, me taksat popullit paguash, nuk paguash pe i pushtetit kundër opozitës, se edhe unë paguaj taksa si tonë tjerët, edhe krejt që ata njerë që na kanë votu neve opozitën paguajnë taksa, nuk ka nevojë ata mos sillen shërbim të asnjë mekanizmi të caktuar. Ka pas dyshime dje që dikush ja ka bë me sy se e nart policë troç direkt me sulmu deputet. Ka që edhe e janë kon hapon policë të nart me sulmu deputet. Direkt fillimisht civil, pastaj u kanë ardhur përforcimet pe uniformet. Çuditna domethënë kur kanë thonë që deputet kanë sulmu policë. I kemi përshëndet, ka incizime. Edhe në konë policë të uniformum, ju kemi thonë u kry për sot bla bla bla, kemi vazhdu të dera para se me dalë jashtë, ka pas tendenca për me kap deputet apo deputete, edhe kështu ka fillu, domethënë, një farë tip konflikti.